Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur një recetë të thjeshtë, por mjaft të shëndetshme, e cila në shtëpinë tonë preferohet shumë. Mish pule me bullgur. Nuk e di a e përdorni bullgurin, por është super i shëndetshëm dhe i përgatitur në këtë mënyrë është edhe mjaft i shijshëm. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tenxhere ose në një tigan të thellë kam shtuar pak vaj ulliri dhe 20 gram gjalp dhe mish pule. Unë kam zgjedhur disa pjesë të saj. Nëse keni pul fshati, akoma më mirë. Unë në këtë rast nuk kisha. Është mish pule i blerë në supermarket, por gjithsesi bëhet shumë i shijshëm. Kam shtuar edhe një qep të prerë holl dhe e kam skuqur për pak minuta duke e kthyer her pas here. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Kam shtuar veget, piper të zi, ujë dhe e lëm të zjej. Këto pulat e supermarketit ose të tregut kanë një gjë të mirë që zihen shumë shpejt, kështu që nuk do ju marr shumë kohë. Kam përdorur edhe një gotë të madhe me bullgur dhe në tenxhere kam shtuar pak vaj ulliri dhe e kam skuqur pak. Më pëlqen shumë kur skuqet pak, njësoj si veprojmë edhe me orizin. E skuqim sa merr pak ngjyrë, duket edhe me sy. Dua t'ju kujtoj se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Pasi bullguri është skuqur, e vendosim në tavën e pjekjes duke hapur në të gjithë sipërfaqen e tavës. Edhe mjeshi ka zier gjithashtu, e vendosim edhe atë. Do doja t'ju pyesja a e gatuani ju bullgurin dhe nëse keni mënyra të tjera si e preferoni ju, mund të ma shkruani në koment dhe kështu marrim edhe ide nga njëra tjetra. Unë e përgatis shpesh në këtë mënyrë, e bëj shumë edhe me perimet e stinës, me të gjitha perimet e stinës, nëse kam edhe pak lëngmish i bëhet super. Por nëse ju keni ndonjë mënyrë tjetër, mund të na e thoni. Shtojmë edhe lëngun e mishit, ku zjem mishin e pulës, edhe ujë shtesë nëse nevojitet në bazë të masës së bullgurit. Bullguri e do raportin e ujit 1:2. Unë e kam pjekur në 200 gradë derisa u bë kështu si shihni në video. Ka një shije dhe një aromë fantastike. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni, sepse përveç se është e shijshme, është një tavë super e shëndetshme, e përshtatshme për të gjithë familjen tuaj. Pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.